të nderuar artist, më falni. Përshëndetje të nderuar shkrimtar, poet, të nderuar përfaqësues të institucioneve komunale, qytetar të Klinës dhe bashkëdhetar. Mirë se erdhët në edicionin e 8 të festivalit Camping Fest, i cili po rritet dhe zhvillohet vazhdimisht duke promovuar artin dhe trashëgiminë kulturore. E gjithë kjo është rezultat i punës, vizionit dhe përkushtimit të organizatorëve, si dhe konceptit të tyre kulturor, i cili ka kontribuar në pasurimin e jetës kulturore të Klinës dhe në promovimin e saj në nivel vendi. Ky festival organizohet nga organizata jo qeveritare Arteko me mbështetjen e komunës së Klinës, respektivisht nga Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport. Sonte festivali Camping Fest përmbyllet në kullën e Beksyl Millakut përmes një koloriti të pasur aktivitetesh si ekspozita e kolonisë së artistëve figurativ, interpretimet poetike dhe mbrëmja muzikore. Kjo natë merr një vlerë të veçantë kulturore duke të kaluar për masat lokale dhe rajonale. Një veçanti e këtij edicioni të Camping Fest është edhe prania e profesorëve dhe artistëve të njohur, të cilët ishin pjesë e kolonisë së artistëve figurativ dhe të cilët sonte prezantojnë punimet e tyre në ekspozitën përmbyllëse të festivalit. E patjetër që nuk mungojnë edhe përshëndetjet speciale, që është për kryetarin e komunës së Klinës, profesor Dr. Zenone Lezaj, drejtorin e Drejtorisë për Kulturë, Rini dhe Sport, zotrin Lorenz Markun, drejtorin e OJC-s Adriatik Vishaj, drejtorin e Shërbimeve Publike Qendrim Millakun, drejtorin e Financave Faruk Smajlin, drejtorin e Arsimit Qemal Sidia, profesorin e Fakultetit të Arteve dhe kuratorin e ekspozitës zotrin Gjeldet Pantina, ish deputetën e Parlamentit të Kosovës zonjën Drita Millakun. E falenderojmë për bashkëpunimin dhe angazhimin profesor Dr. Shkëlqi Millakun. Një përshëndetje e veçantë shkon për zotrin Shaban Gashi nga Akademia Shqiptaro-Amerikane. Tani ftojmë kryetarin e komunës së Klinës, profesor Dr. Zenone Lezaj, për një fjalë rast. Të nderuar të pranishëm, artiste, shkrimtar, qytetar të bashkisë lokale të Ujmirit, të gjithë ju që jeni sot këtu në këtë ngjarje të rëndësishme, e cila veç ka fillu me marrë formën, me pas një traditë, edhe ndoshta edhe për shkak se është edicioni 7, dhe unë shfrytërosin që të falenderoj të gjithë ata që kanë marrë pjesë dhe kanë dhënë kontribut në këtë ngjarje të rëndësishme, veçanërisht drejtorin e organizatës jo qeveritare Arteko, e cila vërtet po bën punë të mira në interes të përgjithshëm dhe me këtë ngjarje po kulmon ndoshta në kuptim të zbulimit të talentëve e të gjithë kjo. Unë uroj punë mbar këtij kampingu, sikur që çdo vit tjetër. Faleminderit shumë. Faleminderit kryetar, dhe tani ftojmë drejtorin e OJC-s Arteko, Adriatik Vishaj, për një fjalë rast. Unë jam me telefon se po harroj në emër. Të nderuar përfaqësues të institucioneve, artist, mysafir dhe të gjithë ju qytetar, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në edicionin e 8 të festivalit Camping Fest. Në emër të OJC-s Arteko ju falenderoj për praninë tuaj. Një falënderim i veçantë shkon për kryetarin e komunës, profesor Dr. Zenone Lezaj, për mbështetjen e vazhdueshme të këtij festivali. Falënderim tjetër shkon për drejtorin e Drejtorisë për Kulturë, Rini dhe Sport, zotri Lorenz Marku, për bashkëpunimin dhe mbështetjen. E falenderoj profesorin e nderuar Gjeldet Pantina, i cili është edhe kuratori i ekspozitës, për kontributin e tij të veçantë që ja ka dhuruar këtij festivali. Falenderoj profesor Dr. Qendrim Millakun për mbështetjen dhe për angazhimin në këto aktivitetet tona. Po ashtu, më lejoni që të falenderoj edhe
për prezencën ideatorin e Camping Fest dhe ish drejtoreshën, zonjën Vlola Gashi. Mirënjohje veçantë shkon edhe për familjen Millaku, e cila na hapi dyrët e kullës së Bek Syl Millakut këtu në fshatin Ojmir dhe u bë pjesë e organizimit tonë. Falenderoj gjithashtu të gjithë artistët, bashkëpunëtorët dhe juve publikun që jepni kuptim këtij festivali. Ju uroj një mbrëmje të këndshme dhe shpresoj se të shihemi përsëri në edicionet e ardhshme. Faleminderit. Tani pa humbur kohë, ftojmë kuratorin e ekspozitës, profesor në Fakultetin e Arteve në Prishtinë, zotrin Xhevdet Pantina, të flet për ekspozitën e cila tani më është e hapur për ju. Fjala për ju, prof. Pantina. Përshëndetje për gjithëve, nderuar kryetar. Këtu përmenden shumë emra, mirë po e di domosdoshmë se ka arridhen edhe në këtë organizim nga një gabim teknik apo si të ashtu, deshta me përshëndet Hoxhën e nderuam, Molla Xhavatin, një prej veprimtarëve të çështjes kombëtare që na arrit me idetë e tina. Edhe ju përshëndes kryesisht edhe artistat apo kolegët e mi që kanë ardhur edhe prej Fakultetit të Arteve dhe prej viseve të Kosovës. Ky edicion i radhës ka të bëjë kryesisht prap me tematikat vendore që po ndërlidhen apo po ndërthuren domosdoshmë në vendin ku jemi. Kryesisht është inspirimi i kësaj kulle që një falënderim i veçantë shkon familjes Millaku që po i hap dyert për artista, mirë po edhe duhet patjetër që të rikujtojmë dhe të falenderojmë Albanin dhe Vlorën që ata ideatorët e parë të këtyre aktiviteteve kanë qenë edhe është aja rritura atyre, mendoj që patjetër është suksesi i përbashkët, sidomos tash edhe i drejtorit Adriatikut, që e përgëzoj për iniciativat që po i merr dhe dolë të faqeborë vazhdimisht qysh që dolë. Faleminderit edhe një herë gjithë. Faleminderit edhe artistët kolegët. Prof, në kuadër të kësaj ekspozite, OJC-ja Arteku ndan milionet për artistët pjesëmarrës të kolonisë, ku ftojmë për t'i ndarë drejtorin e OJC-s Arteku, zotrin Adriatik Vishaj. Më lejoni që mirënjohjen e parë ta ndoj për drejtorin e kulturës, zotrin Lorenz Marku, për mbështetjen e aktivitetet tona. Mirënjohja tjetër shkon për artistin e njohur Haxhi Kastrati. Mirënjohja shkon për Blerta Zeka. Mirënjohja tjetër shkon për Sabri Behramaj. Shazim Gjylani. Agim Bujupi. Avni Recipaj. Idris Berisha. Azem Gashim. Dhe për profesorin e nderuar dhe kuratorin e kësaj ekspozite Xhevdet Pantina. Tani është radha për një fjalë përshëndetse nga zotri Shaban Gashi, anëtar i Akademisë Shqiptaro-Amerikane.
fillim një përshëndetje për të gjithë, po mdoket që dyqysh sonte mashtira komunës së ju gjithë, se t'jesh 40 vjetë lërë vendit tonë, po shumë e vështirë. Vlen të përmenden se kur po shkoj në Amerikë, kom nipi shumë Amerikanëve po më thonë ta t'hujt. Kur po vinë Kosovë si musafira, që shmë thonë, vendin tem, po më thonë erdhen këta t'hujt, kështu që unë jam gjithë ka i huj. Edhe nëse gaboj diçka, kërkoj falje në fillim. Përroj nga rasti edicionin e 8, Camping Fest, dhe jam shumë mirënjohës për këtë punë. Kjo është një gjë e madhe për çështjes kombëtare, që do mos kjo kull e madhe vlen për kombin ton, për traditat tona, për çështjet kombëtare, dhe jam shumë mirënjohës, shumë ndij veten mirë të kënaqur në mesin tuaj, po prap po kthehem te kjo që vini veten ngushtë, se nuk jam poet as letrar. Profesioni jam ka qenë politika, krejt jetën gati, 40 në Amerikë, në Kosovë. Kështu që në fillim kom punu në Zhastav me shumë njerëz 68-ën, 9-ën, 70-ën, kur hap Zhastava fabrika të pjesëve, me shumë antarë t'juj, me një bit deskun, ishim aty me fejs deskun, keni pas ju Desku i Dëmashkuj aty, Iljas Desku, edhe tash e përgëzoj edhe për punën që pata fatin të një dhe një desk tjetër, një poet të madh, Iljas Desku, Agim Desku, po pata fatin edhe në dobi është lartë ati takoj edhe do poet tjerë, kështu që si mas me më garnë ta poet të komunës Klinës, krym Agimin, që për zëvënsojshin mi gjenin e këta tjerë poet të moshëm, si ma zemrës teme. Ju përshëndes nga rasti shumë për këtë kampin, i uroj punë të marrë suksese, dhe Nemën të Akademi Shqiptar Amerikane të Artë e Shkenca për shëba me Selin New York, ju sjellin një 2 libra, një broshur të kësaj akademie, i cili jam këshiltar politik për botën jashtme pranë kësaj akademie, ja dhuroj kësaj shtëpie, dhe kjo kull meriton shumë ma shumë, po aq sa pata fuqi, jo silli edhe një tjetër prezent nga shtëpia e bardhë Washington DC, dhe një fotografi presidentit Clinton, herët e dytë kur konkurroj për president, i kom disa minjohje pejtina, dhurata, pe 4 presidentëve të fundit, po të Clintonit kom shumë. E kësaj kulle, ja sjellën një pe këtyne, ta ketë kjo kull nga shtëpia e bardhë një fotografi të presidentit, mikin ton më të madh botës shqiptare, zotit Clinton. Prap edhe një herë gjatë diskutimit, po kërkoj falje nëse familjari, shumë mirë. Urimë sukses. Shumë faleminderit, jam mirënjohës për këtë mirënjohje. Kjo më bën më bon dhe ma shumë në jetën teme për çështjen kombëtare. Ju falenderoj nga zemra. Zoti dhasht kem si takime të mira, kësi kulla, kësi aktivitete, Allah ju shpërbleth me të mira. Njëtën sa vetë më thonë 2-3 fjalë për poezi. Nuk jemi poezis, si jemi letërsisë, brëndojemi politikës, po
si do kohë, po kthehem në vend poezisë, po zëvendësoj me diçka tjetër. Unë me ata 3-4 punëtorë dhe një midllak ka qenë zastall, kem qenë shokë gjithë. Viteve 70, 71, 72, 3, 4, ja kam dhënë shumë fotografi zotit Deshkut, poetit, ky i ka. Ja marrë me deshka e si qeve shumë. Kom hongër buk shumë. Kom pi, kom nej, të kulla pak ma nërë që atje të deshkajt. Kom hongër buk shumë për nonës Rahime, me desha komtarë, me kanast kuq. Por mjerisht, armisht tanë barbarë, Slav, Qitnik, Evron Kadrin, zotin e shpis, Evron Eminin, 3 vllazën ka kjo shtëpi shkun. Kurse në Bedesk i kom dëgju, ka pas sërb zemër, mas të në rasteve dhe ka vdek edhe ai. Kështu që jam mirënjohës për këtë familje edhe për Siçevën, veçanti për Deshka e zoti Allah është beqet, Allah i shpërblet me të mira, ju uroj për këtë kampin e 8, çdo të mirë, respekt gjithë, kërkoj falje edhe njerëz që s'mujta me marrë gjithë më ren, me emna, se gaboj, duke fillu për aktivistit madh që ishte kombëtar, hoxhës, poetëve, letrarëve, shkrimtarëve, artistëve, aktorëve, lales, muzika, e tjerë, respekt gjithë mirë, faleminderit. Të nderuar të pranishëm, mbrëmja e sotme do pasurohet edhe me orën poetike, ku pa humbur kohë do të ftojmë në këtë pikë artistike Ismet Krasniqin për të interpretuar një poezi. Përshëndetje për gjithë. Do ta deklamoj një poezi, jo timen, që ne ka shkruar Sokol Sylla nga Shishmani. Ma vonë të ta kuptoni dhe tekstin, po edhe arsyen pse lexohet kjo poezi. 4 martim të kombit. Ç'ke Shishmon që në terë ljetë, ka që të modhen shën ofshamen, çfarë të reja kemi sot, kun po e konë, kujt po i bëgjamen. Pse flek qetë një kusht verës, dhe birbili mbeti pazon, aja dritë e zbet të hanës, per ne ka diçka me thonë. Kom për ju një lajmë të zi, fatim njerë djemë tonë i priti, 4 trime mësus të ri, 4 ynë nga qjeli zbriti. Si me të alej, e Ramadani i kësoj kulle, Ismail Balaj e Tahir Dushi, shpirt e zemër kahvatani, patriot me zemër si prushi. Fëmije vllazën lanë tek shtëpia, për Shqipni nisjen konë, shtrik e hesh tradhtia, bashkë me Shqipëritën kanë zonë. Breshër plumba zbitaron, në atë marshim në dritë të hanës, por si trima bord në shtanë, kur rëshkas në dal nga njona. Së shqiptari lind kur ka, është betu në flamur, për këtë tokë s'pretën me ra, ka me vdek që të morë si burë. Junë mendje e zemrat tona, mësus të maj, martir të kombit, emrat tuaj me shkronjat tarta në fushat e mejdanit, lapidar me të Shishmanit. Ju falenderit. Tani, këtu kam një profesor timin që kam pasën dikur, ku normalisht
vllavi i Tahiri është i vrarë mesin e 4 që i përmenda të martirëve, e ftoj për një fjallë raste për një prezentim shkurt. Idris Dushi, urna, bjali Adem Dushi. Ju përshëndes të gjithëve, nështë kjo është pak pa vend, po me që ka kemë bajnë me kullën biri cilës kamet në kufi Shqipërisë, me të me kusht 54 dhe për 12 vjetë ka qenë e hekur të kërkush s'ka mujt me ditë kur gjo për atë brasje. Me Ramjen e Rankovicit me një korrik 66, Titoja për me arsyetu pse e ka heka Rankovicin, ka përmu Komisionin Krajinor për deprimime me i hullumtu dopësit se artistet Kosovë janë bo ma shumëti. Kështë që tek atër ka fillu me zhvillu lopëshim. Këta të katët fatë që ka ndashtë në shku në Shqipëri, antrat e të rive që po të shkojnë atje dhe ka të posë, dhe grupe tjera me shku ma vonë, do t'i pesin me lullë dhe do t'i japin marë me shliru Kosovë. Këse ka shëgju Udoja, Jo Bajata si kryeshef i UDës një shumë sekrete e ka organizu në përmes 3 bashkëpunëtorëve shqiptarë dhe atë fundit që e ka përësit që atë natë me 13 gusht, ditë me hanë, natë me hanë, të hajtu brinë, po në distancë. Një bas tjetër në distancë, se në distancë, ati s'kanë mujtë me zonë se të t'i vrasin. Dhe ajë në Komision Mani Krajinor e tregon vërtetën. Se për një moment të pamë rritë vendi i caktu të Livave Mullinit, ka të kërishë automatik në gjitha antë. Që s'ku ndi gju kur aso shtime, ku jam kësi mrapa i kom pa këta 4 të ra për dokë, dhe me njerë më se në ka ardhë Jo Bajata, kërë shefi, dhe në përmesaj s'ka di Shqip, nga Popovicin një operativ, ka thonë, me një kush këtë punë, vendin Mustafi Salam. Me Ramin e Rankovicit, Jo Bajata është burgos për këtë rast, 3 muj ka qëndru në burg, dhe kur filloj politika me ndryshu, se u arsyetu Titoja për Rankovicin, atëre prokurori e hjek padin dhe Jo Bajatën e liroj për i kurrit. Me të marrën vesh na 4 familjartë papalartë të këtine, edhe unë si ma i riu në Rladit, kemi shku të Mehmet Maliqi që na kishte njoftu herën e parë, si u bo kjo punë. Dhe ajna sugjeroj që me partit private, pratit private, ko mas kohë kom shku me u interesu në gjyqë, se s'po fillon gjykimi, nuk me gjejmë Jo Bajatën gjojë o ditët e sa në Beograd të një rruga numri kaj, po me arsyetu se mos me qitë në gjykim, s'pe gjojnë. Në një rast tjetër ma vonë mëson nuk mund ma gjykimi, sepse kryesia e Jugosllavisë ka marrë vendim që ta amnestohet Jo Bajata për këtë rast. Do të thotë, kryesia e Jugosllavisë bëhet bashkë pjesëmarrëse e krimit të vënë në këtë rast. Ka shumë me folë për këtë, po e jo me kaq ju përmend. Tani do të vazhdojmë me listën e poetëve, duke ju lutur me u qenë sa më të shkurt puna e motit. Ftojmë Prand Buzhalën dhe pastaj Hisen Berishën. Propri përshëndetje, gjithë propri përshëndetje. S'ka emër pa atë të Dardanisht.
Nëse do një talini pa emrin Dalari, kjo tokë ka zot, ka emër dhe në bën dritë në përkohë. Nëse do një talini pa emrin Kosovë, kjo tokë ka zot, ka emër dhe në doron emra dashurie. Gjithë shka e ka emër e vetë. Edhe një gur, një arë, një dron, një mal, të një grua, një luma, një qiell, të një blerë, një flutra, një lule, të një shije e baltës apo grurit, të pothit e tokës apo të dashurisë. Nëse doni ta lini pa gjuhën shqipe, kjo tokë zë flet nga burimet e lashta i dirishte, nga rënit e thella arbrishte. Nëse doni ta lini pa lutit e ti të moqme, kjo tokë e ka një lutje të buzëqeshë shynore. Nëse doni ta lini pa luftetar dhe pa ortak, atje zgjohen përsëri nga varret me një zemër si armë, me një shpirt mendje si diell dhe marrë në udhë drejt kohës sonë, s'kan çka të kërkojnë këtu të humbrit në përkohë. Faleminderit. Përshëndetje për të gjithë, unë jam mërgjimtar, ndaj edhe poezia ime ka të bëjë me mërgimin. Shtektar unë dhe dallëndyshja. Dielli tregon të ashpërsinë e tij verore, unë me urtësinë time ndiq janë i flutur, loje son dallëndyshja i vishët prore e nën dardhë gjyshja sodiste e lumtur. Nëna nuk kishte kohë të merrej as me fluturin, as me dallëndyshën, as me mua ebile, as me gjyshën. Ajo në gutejt mblidh të barin e tharë kositur nga im atë 2 ditë më parë. Thash, nga erdhi dallëndyshja, dikush të më tregoj? Larg nga këtej, tha gjyshja, dallëndyshët janë zogjë shtektar. Në folin e tyre vjetu qelën zogjë të rinjë, shqip, hapurit, të gjurët, lakurisht së ku të ishi minje. Edhe gjatë këse vera ata kudo që do të jenë, do të vinë si herëve tjera se nuk harrojnë folin. E pakapshme kjo dëshirë, thash, edhe unë të isha i tillë. Gjyshja më tha, arrodh, pakat gjuhë brebir, valë ke nevoj për këshill. Shpejt pasua ngjarje që nuk do i harroj kur. Gjyshja thonë se iku me gjithë ato dallëndyshe, kujtim prej saj mbeti një bukë gatuar në furrë dhe nëna tashti për jetë avdekje në me dyshje, ndërsa unë thinjosh me shumë fëmijë se burë vuaj nga mërgimi plagë e vjetër e popullit tim, kur i kënaqur buzën vaj e vetë në shtektim. Në emër të lidhës së shkrimtarëve shqiptar Nën Terezën në Norvegjinë nxjerrim çdo vit një panoramë letrare, kisha pas dëshirë kësaj kulle të adhuroj, sepse më ka bërë një të mirë të madhe që i kam edhe disa dëshmitarë në krye me hoqin këtu. Kur të adhuroj? Kjo që ti je bjo. Ftojmë Idris Berishën dhe pas ti ftoj Fazli Feratin. Mirëmbrëma, përshëndetje për të gjithë. Përshëndes kryetarin e komunës bashkë me drejtorët e nderuar dhe si për tjerë që po e shfrytëzojnë këtë drejt të mikrofonit, unë e shfrytëzoj për të falendruar drejtorinë e kulturës, rinisë e sportit që ma ka sponsoru këtë libër edhe sonte do të deklamoj një poezi nga ky libër. Faleminderit. Këtu deri tash nuk pash, pas nuk dëgjova
asnjë përshëndetje për bashkëpunëtorët tanë dashur, të cilët në përqindje janë këtu që po njohune, janë më shumë se gjysa e kësaj publike të nderuar. Prandaj, mirë se na kanë ardhur dhe qofshit të nderuar gjithmonë jetë. Nekropolit e arta, pik bashkim në qytete e plaja, dashuria antikiteti në Buzdri, në thellësi toke Lulzan Dresniku, në shkrime e mbishkrime epigrafi. Në gjirë në qytetit tim, dashurit matën me shikim. Këngës e heshtur, i thënë jo, për te lugjeve e brigjeve antike, mbi krah të Shqipës zbraz shiun që të kumbojnë kullat e lugit e drinit, të zgjojnë nga gjumi kështjellat e Radasit, Sermianit, për gragjës e Voljakut. Me i brik të Jerinës ujt e pin, rrugëve gjarprore të mbledh ujrat, të fërskoj kalorësit Dardan me natë, krye kullave sërish o gjaqet të timojnë. Në gjirë në klinën sime të rej, dashurit matën me gjurëm. Shikoj muranat që hije u bëjnë, kafkave, mbi majet e heshta e stjele varësh, në Ulpian e Dresnik, areal frimaresh. Përndet. Përshëndetje për gjithë. Unë këtë poezi që do të realizoj para jush, ja kom kushtuar Basadem dhe Maqit me rastin e 8 vjetorit të vdekjes së tij. I pathyer, sa leshëm sot frymoj, dërdania ime, gjakderdhëm dërbreza, e juve Basadem, model të kishës e si mbrohet atë dheu, dikur që ndroje në bugjet e erta, e shpirtin s'mundën kur të rëbrënin, mund e ersirën me dritën e shpirtit tënë, atë dheun e kishën mbi të gjitha, shlirimtar i popullit tim, idealist i liris e i flamurit, të mbrojtur edhe në pranga shqiptarisht. Faleminderit. Tani ftojmë Arbnora Millakun, Agim Deskun dhe Mehdi Krasniqin. Hëna e dielli lindin përsëri. Në ujmer jeton një kull, si roje e heshtur mbi tokën e lashtë. Në gurët e saj pushon një histori, që koha se tret as era se plas. Këtu u rritën burrat dhe ëndrat e liris. Këtu u betuan bit e kësaj toke. Dhe kur përëndoi dielli e u shfaq hëna, u ndez një dritë në zemrat e forta të kullës. Këngët sushuan për dëshmorët që ranë, u bën yje në qiellin e atë dheut. Emrat e tyre i mban çdo gur, si një amanet në zemrën e dheut. Kulla qëndron, e heshtur e krenare, me plagët e kohës në muret e saj, dhe çdo agim kur lind dielli, ajo na thot, liria erdhi në vendin tonë. Kur hëna zvret mbi qatit e vjetra, e bardh si shpresa në netët pa fund, dëgjohet një zë. Ramadan, Hazir, Shefqat, Isa, Faek, pajtime. Për këtë liri dhanë gjithçka. Hëna e dielli lindin përsëri, se jeta triumfon mbi çdo errësirë. Dhe kulla, dëshmorët e toka jonë e lirë, mbeten të gjalla përjetësisht në kujtesën tonë. Herënt e botës janë krenaria jonë, justionit dhe figura arbrore. Pa njohur mirë të vërtetën, s'do t'u besohet gënjeshtra. Atëherë pyes veten, vallë, a na takon edhe neve historia? Nëse i gjurmojmë rrënjet tona, e mësojmë lartësinë e zotnave në tokën dhe fjalën.
Burërin e trashëguar nga Zeusi, mbretëri pas mbretërije ishim këtu. Nga Justioni e Papa Klimenti, deri në kohën e Artë të Gjergjit, ku për çdo 100 vjet lindin bitë kësaj toke, si Rugova e Basademi, brej vraf Zoti ata që na vjedhën historinë. S'kam që të bej, zemra do të me kërset nga këto hajni, kur Aleksandri Madh është me rren nga Durahu, ashtu si Piroja, si që thot Homeri. Nuk pikem nga qielli ne këtu, si pushtuesit nga Karpatet, që erdhen në tokën tonë të diellit, se ishim dhe jemi rrezet e arta të qiellit. Ta mësojmë historinë e rënjeve tona, se heronjtë e botës janë krenaria jonë. Faleminderit. E mbyllëm teatrin sepse nisit në hante. Prej kosh kishte ngrejur kokën, shpërfillte mendimet e këmbëve tona. Lavdi qoftë dryrit. Shi i rëndë, duket sikur dikush troket në derë. Që paradoks, njeriu e kërkon Zotin në përfrikë. Faleminderit. Ftojmë dhe 3 të fundit, Fatmir Berishën, Antigona Deskun dhe Amelina Mustafaj. Përshëndetje për të gjithë, sot do prezantoj vargjet të titulluara gjurmë. Në heshtje la gjurmë në çdo hap, si fjalë që su than, ato mbetën prap. Koha i mbuloj me pluhur e shi, por në shpirt i mbaj me vete, si fshim dot njeri. Rrugët me flasin me zë, nuk ndalen kur, ma njohim plagën që s'ka për të shuar. Hijet më ndjekin si malli pa emër, nata më peshon, sa rand në zemër. Çdo gjurmë është dëshmi që mbart sot kujtime, të gravuara thellë në mendjen time. Në terin e natës me kujtime flas, ato qajnë dhe mallin që ka pluar ka. Çdo fjalë e gdhendur që shpirtin vret, ka peshën e saj që e shpon çdo vend. Lavdësi me krejt forcën një zvargun formon, për gjithë veprën ku gjurmë ka lënë. Dhe ecë përpara duke u lartësuar, se pasaj flet e shkuara e shkruar. Faleminderit. Përshëndetje për të gjithë. Shtigjeve malore, ecja kem zbatur, në për muzgun e natës, e ndroja jetën për te disfatës. Shtigjeve malore, as njëherë nuk isha vetëm, bashk me shumë njerëz këtë rrugë deshtem. Nuk eshte letë, te i kësh në malë, po kur e do puna, duhet atë dheut zot me i dalë. Ato shtigje mali, të mbushura me plumba, aty u burerova, friken e munda. U radhita pran shokëve, mbi flamurë betuam, për këtë atë dhe do të luftojmë, atë dheut besnik, kështoni duhem. Mora armen, vendosa me mendjen time, me mirë të luftoj për Kosovën, se sa të ri e të pres në mundime. Robrin se do naskush, se deshtem as ne. Shqipëson kombëtare i ndërtuam, fole. Fituam lirin, jetojmë në pavarësi, fluturo Shqipe kra hapur, shtigjeve malore ku dombi shqiptari. Faleminderit.
Përshëndetje. Bot ëndrash. Në një bot plot ëndra, unë fluturoj si flutur. Mbi fush gjithmonë rroj. Një ëll me tregon rrugën time. Jo për të ikur, po për të mos patur frikë, ta vazhdoj rrugën që ma mbush zemrën plot gëzime. Çdo ëndër një bot e re, ku dielli s'pushon kurrë së ndriturim, ku shpresa rritet si lule e njom, dhe paqja rritet në çdo arom. Unë do t'i ndjek me krahët e guximit dhe të dashurisë, derisa çdo ëndër të prek qiellin dhe të kthehet në jetën e lumturisë. Faleminderit. I falenderojmë të gjithë poetët për interpretimet e tyre të bukura, kurse tani radhën e ka mbrëmja muzikore, rapsodet e njohur dhe plaku tradicional. Ftojmë plakun tradicional aktorin e mirënjohur Ismet Krasniqin për të na argëtuar në këtë mbrëmje përmbyllëse. Ma pak si gatë së më duhet. Përshëndetje për gjithë. Mirë mbrëma. Sali Bajrami të njerë kur shkaj ke dhe ke me kënju një odë që ke hava që shto dhe këshërke. A mashallah pas të kuj me kënju. Edhe na kem kuj me kënju, kemi u kënjaqë. Me qenë se një të vjetëri, u ku më ke që du të me folë këtë qarë, s'kam që me banjëm edhe në plaka, veç ka një vit për në vazhdojnë mandatin. Lumi kryetari, edhe këta tjerë që kanë mandat 4 vjetë, ka kanë, ne plerë që fish kanë një për në japën, 2 vendim marrë dhe në këtë koha jem gjalla jo, po që shkot hajë. Mjetë marak mësë me thonë këte, që kur filloj kam bëjtë festi, fatbarësisht unë jam pej fillimi pjesë të tyne në programe, në aktivitete, në organizime dhe e falendrej Vlora Gashin për kontributin që ka dha para të vite sa punej sa ke drejtërish. Para 2 vite u gati po i bje që u tërhaq, nuk e njeva veten mirë, se thash ka të të ndodhë, që të të bëhat, kujtë e t'i lihet ndorë, atë shko punë e marë, sa bukur. E ka lënë dërë të Adriatikut, po ma bukur nuk ka qysh. Adriatik suksese e të mira. Zakonisht publiku më thëtë edhe kur kam televizion emisionin të modën e Ljalës, e di që më thëjnë ata, lej fjatë Ljallë, po thërë e këngëtarë, hajdi që kamarë ju rapsat, e janë. Hajde se shërë e dojme bo pasha zotën. Hajde, mirë se ju gjeta, edhe përshëndetje për ju të gjithë shikues, knaqësia jonë. Nësme Hajdari, rapsodin nga Ferizaj. Mirë se ju gjeta. Hajde, Muzafer Osmani, anekdotist, i njohur. Krasniqi, mirë se ju gjetëm. Faleminderit në derë dhe knaqësi që jemi sonë të ftohëm, kemi në derin. Faleminderit të juve që në ndëgjani, respekt e zotë i rujtë që. Relind Krasniqi, hajde Relind urna, që të urna, qëta. Rjardë. Karpuzi, a mo jerdhe, si je, a je mirë, a pa shkazoni, a pa tërgë kurëm një, mu që shumë një. Fala mbatit një në prej fusharzit, tash me vetë nështë ako më harrubish për një 3-14 po, je konë urije e unë, edhe kemi kalu shumë mirë. Si fëmija tërë jam konë edhe të kena dosh shumë. Edhe atër shkaj ke zoni? Mirë edhe atër edhe tash mirë. Hajde orga. Po, se përndoj me besha, njës po, a do mja njësë e herë mas pare, do mja njësë me që lahut. Unë nuk di me rase me diti kisha ra, Nazmia i bjen, po këj ka një dveçan, se përpos pjesës rrugovës e dogagjinit, në këtë pjesën tjetër pëthu i vetë me ashe kultivan lahutën. Prandaj për që ata unë që ka herë thëmë dhe ma i miri, sepse ka një territor gjonë që nuk përdoret lahutën këtë pjesë, Nazmia përdor.
hajde të lumshën dorë të gënohet zemra. Por që ata më theu ma I mirë, me to të rikon. Se në rrugua, bukur për që kemë. Sperem, jo ishë rrugua. Në kurë për mërështu. Qështë më ka vonë gjërë kosë si më eke. Trane
E tash doj me nërruën pak, doj me shku në Sharkinje Qytelia, po? Hajde Rilin Krasniqi edhe Riat Karpuzi. Hajde zemra u knjot. Në rëni venët. Dhe ishin mu po dever dy jonja. Hajde. Po mu më pështove, mërë për me këtë sërkëtim kështë qarru më pështova. Sa mirë. Prova se ishme atë e ke lyp një vallë duket, të mbashme. Po dhe që shtë këmë hatë, në tjera në kjo përzina, veç që ato. Pra u pja njësë ma spori me qitë vallë, tani i lojnë kongë që shokona den të në hertë. Hajde bofshi, zemro kjo.
Hajde, herr Borsli. Eu para centro pela arteira e o rico.
zani as mua sti Pare se zemrat e naj kanë ty Po sunëri pa I thana t'i vijal Pe kozin po Pa që por pan Në këtë venë në ka linda I parin Kono e kishte shko s'ka barbare Ole me shkjo rrethu dhe renica Qo mërë shka I që vësht brin Se me dhe shtat po Pasi kur e vrani Pasha kongën Kosovare Singerat zemrat e sine zjare Pasha gjake dhe pasha ljot Ka prekozi po Për mërtrima plate Më sharkin tale me dalë vend tamin tash Ajtë se s'kum harru heq Nuk kum harru vizën e venin tëndi Ja I shkon tjetëri, ja I shkon njani Këtu është Muzafer Osmani, këjti këtu sane mi të regu Hajde Muzafer me anekdota tua A do këto, a do në do Pas aspekt është vërtet kënaqësi me qenë këtë manifestim këto edhe kur jemi në Kull me këta
musafir që kelqyshëm edhe ne si artista Rolla Bovakia me posë dhe kryetorin e komunës aty, si Niko Qirishpije, prandaj edhe në rani edhe veni, fillimisht me ju përshëndet, me përshëndetjen anekdotike të malësisë madhe. Atje kur shkon musafiri zoti shpise ngredullin edhe i thot, mirë të shkel koma e mirë të folt goja, sa kofsh ernofsh, ti që erdhen ke dit lumen, ke dit kësume, me jeshu këtë vene, këtë kuven. Musafiri në shaj respekti për zotin e shpis, e ngredullin edhe i thot, armiku kësoj shpije kost për të i ditësi. Me një ka sol me kosh si mrena si jashtë, e këto fjol ju kopshin, si bolta gordit, si larushku dushkut, si samori moshkut, si vena bardokut, si mjolti mustokut, i boft mirë stomokut e ju rrit në ratë zotit konokut. Anekdotat e dojnë venin edhe aktualitetin. Ven më të mirë se në këtë kull nuk ka. Po e kanë një të metë anekdotat. Janë si Patligjoni stërpikin ka pak. E Patligjoni kur ka folë ka thonë kujdes kur do me më kafshu se stërpiku. E ta more i noti edhe ty edhe mu. Për aktualitetin me të ndrejtën tash një 2 vjetë zxedhe pasi smet vazhdimisht. Edhe kur ula që të në shkam se shmo kujtue presidentin djeri Ibrahim Rugova. Shkon një plak që kishë edhe mik për qefi, me najt, ullën e popin kafe. Po ka popin kafe, po e shep loku që presidenti përri pak ma zumë të nga thojmë Ferizaj atje, i dhimet. Aman mër presidentët me dvet, a i e pa qef, a kena i halat, qka puna se po të shëti qyshi po mrej ma zumë? Jo bre, thot presidentin, thot mirë jo me shnet, nuk kom na i hal tani. Po thot e kom një hal tjetër se ku hal zxedjeve. Tonë po kanë qef me i bëshkam, e shkombi s'pise ma shumë se një, ploki i meqëm. Jo the e kitha një zgjidhje. Folta, këthe e tha shkomin për mës, jo një për 3 mujnë më ushën ta. E kam nërmen me të kaldu t'i shka dhe për basin i smet, shqyqër që nuk është këto, e nuk për nanim. Basin t'i smet i smut gruja, e merre qënë të doktori. E kontrolon doktori, thot sot një, thot, grus tonë të mja bo analizat e me orë mazit e me mo rezultatin. Mirë bol, i bojnë analizat, kur shkojnë mo vonë mazdite, doktori për thot zotri, thot gruja jo, thot i ka problem të madhë kodha. Fol, tha e ka shishire. Pasi smet këtë rrishka, o doktor. Që s'ko najsen tjetër se që e ko shiqirin e ku morve qatë natë që e martue. Koha mërgjimtarve, një Ferizajli para lufte e merë gru shkën Gjermani edhe e merë një gru me në gjyrë dhe zake. Familjes nuk erdhë mirë heq, vitet tona nuk erdhë heq. Mas lufte e merë gru edhe vjen. Kur vjen, tonë shpia dhe, si u pëlqeu heq. Po këja kështë mësu gjuhën shqipe dhe traditën shqiptare. Nëse për në sabah kur u që nusja, peshe plokën aty, ta bova më në qove, ploku për përkëve pëkëshjure për posire, u qova vrebi, ta e pim ka i kafe, ullën për pim kafe, e mura ja qonë të në trak, e nëzur rritu pare, pja qëtë, për thot bob që tu i kini me hangër me pi, ta që shka të dëni. E nëzeri qonë të në edhe një tu pare, tha që to e keni me maru shpin me tonat mirat edhe mës me kursysja pas kanë djek që atë lufte, ta se vim prap në për vitri. Hatër plokit herë që herë ju drejtu për i thot, bardhokja bo, pas bre? Ju falimderi shumë. Falimderit, Muzafer, ta shta fjallin vetë ke pas dhe rriton s'ka dush, po për që ta të është po betone, nuk kalzoj mu gjithë shka. A i një mërzit, mara? Kur të mërzit, i në krëk drynin e japëm. Ja dhe pak nuk e kem nërmen, ja, duren edhe i krim. Hajtë në zmi hajdari. Edhe në vrash,
qinin e kemsta Malin o muasire Shores kemina padshove mun qinin e kemsta Malin o muasire Një konkret Shqip Po ty zemrat këtu Apo në merë një Shqip krejt Aj Nuk e ma qatë të Ma si je pas në burri vërë
Po, 1, 2, 3, 4, 5, a jem 5 që të ku e mi kaplane, ku ka marrë në rapsat, e së marrë Allah, po ku më kemet, shka jem shajva tje, hajde të të mejdan,
Zemrat kryo. Agnesa, mu më përfundoj mandati veç për i proces që ku ta përfundojsh ti, me arë që tu me bo një fotografi bashkë. Ku me di ndajnë ma që ka bëhat? Pa tjetër Lal, e ftojmë Idris Berishën që ta ndaj një foto për Idris Millakun që e ka punu Kullën. Dhe gati kresisht në fund të këtij programi festiv dhe të përzemërt, unë një shaj falendrimi për familjen e Beksyl Millakut, një punim thjesht që sot mbrëmje ditës e kam kry, nuk ka ku me ditë çfarë vlera është të artistike, po megjithatë simbolikën e ka, edhe unë ja dhuroj kësaj familje me plot zemër. Tani mbërritëm në fund të këtij festivali. Ju falenderit gjithëve për pjesëmarrjen, duke ju ftuar që të hajmë një tryezë me ushqime tradicionale deri në edicione tjera. Mirë takofshim. Ta bëjmë edhe një foto së bashku me Lalin.